U rikthyem transmetim të drejt për drejt, te tema e ditës do flasim për raportin përfundimtar për zgjedhjet parlamentare të 11 majit publikuar nga OSB Odiri. Si ta lexojmë këtë raport, ishte më i mirë apo më negativ krahasuar me 4 vite më parë. Pikërisht për këtë do flasim, do kemi një interpretim teknik, ku kam kënaqësinë të kem zotin Kristaq Kume, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zoti Kume më mbrëma. Faleminderit. Dhe politik padyshim me Ergjys Mërtirin, analist. Ergjys, përshëndes. Faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit Ergjys, do ta filloj më njëherë me zotin Kume. Për të mos hyrë në shumë detaje, profesor, si e ke parë raportin? Është më i mirë, më i keq me zgjedhjet e kaluara? Raportin në të tërën e tij nuk ndryshon nga mënyra e të shprehurit të gjërave, siç dhe ata e kanë metodologjinë e punës së tyre, por po ta krahasosh me raportet të mparshme, jo më larg, po me ato të 2021-shit ose të 2023-shit, dhe me raportin paraprak të tyre, me gjetjet paraprake të tyre të bëra një ditë pas zgjedhjeve të 11 majit, gjërat janë thënë pak më hapur, më trosh dhe janë theksuar më shumë. Ato që ata kanë vëzhguar si probleme të këtij procesi zgjedhor, si probleme në kuptimin e efekteve negative që ka sjellja e aktorëve të ndryshëm, politik ose jo politik, administrata, qytetarët, të tjerë që kanë interferuar në procesin zgjedhor, në plotësimin e standardeve për të konsideruar zgjedhje demokratike. Pra, unë e vrej me njëherë këtë ndryshim midis mënyrës të shprehurit në raportet tjera me këtë që duke të shprehurit si gjumë e drujt, profesor, krahasuar me raportin paraprak. Ishte shumë i përgjithshëm. Paktën unë me raportin paraprak nuk e di. Nuk kanë devijuar nga ato që kanë deklaruar në thelb në raportin paraprak të tyre, por kanë argumentuar më shumë atë qëndrim. Pra, është një qëndrimi, por i argumentuar më tepër dhe i theksuar më tepër. Gjë që, po që se do ta krahasojmë pastaj edhe me ato çka kemi bërë ne shqiptarët vetë, që kemi vëzhguar procesin zgjedhor, unë kam qenë pjesë e vëzhgimit edhe të këtij procesi, dhe së bashku me një grup kolegësh të tjerë ne kemi bërë vlerësimin e indeksit të integritetit të zgjedhjeve sipas metodologjisë së Norris Pipës, që është një nga metodologjitë më të zhvilluara, më shumë të pravura për vlerësimin sasior, mbështetur mbi perceptimet, që do thotë gjithçka që del prej atyre është komplementare me atë që prodhojnë dhe deklarojnë në raporte vëzhguesit ose vëzhguesit ndërkombëtar. Dhe sipas vlerësimit ton, vlerësimi i cili është mbështetur në analizën e 11 indikatorëve që përmbledhin të gjithë procesin zgjedhor nga dita kur fillon puna për përgatitjen e procesit zgjedhor dhe puna për këtë proces zgjedhor ka filluar kur Kuvendi i Shqipërisë i kaluari mori vendimin për të ngritur Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore, e cila jo nga data dekretimit nga presidenti. Të gjithën dhe deri në shpalljen përfundimtare të rezultatit, 11 indikatorë të cilët janë vlerësuar vlerat e tyre mbi perceptimit mbi 127 tregues të ndryshëm. Si rezulton, profesor? Si rezulton? Ka rezultuar që në krahasim me zgjedhjet e 2021-shit, ku Shqipëria pozicionohej në nivelin mesatar të plotësimit të standardeve për të qenë një proces zgjedhor demokratik. Në krahasim me zgjedhjet e 2023-shit, të cilët po prapë Shqipëria mbetej në zgjedhjet lokale, mbetej po prapë në këtë pozicion, kishte rënë në pikë, nga 55 pikë kishte vajtur 52 pikë. Kësaj radhe ajo ka rënë tashmë jo vetëm nga pikët, pra është ulur më shumë, nga 100 që janë maksimum, janë ulur më shumë, ka vajtur te 49 pikë, por ka ndryshuar edhe klasifikimin. Është klasifikohet në vendet që janë në grupin e vendeve me zhvillime zgjedhore të tilla që mund të konsiderohet niveli i ulët. Gjë që në fundit nuk mund të thuhet tash që këtu pas ka ndodhur hata e madhe me këtë gjë. Jo, ajo që nxilet pas kësaj si prodhim, duke u referuar kësaj metodologjie që është metodologji mbi perceptimet. Ka shumë rëndësi të thuhet kjo gjë, është fakti që nuk është bërë hap përpara për të kaluar ne nga ky stad që jemi sot, nga ky grup që jemi sot, që konsiderojmë vend me demokraci me të meta, në një stad më lart. Po përkundrazi kemi bërë një hap pak më ndryshe, më mbrapsh për të realizuar këtë. Megjithatë se dua të kaloj te Ergysi, edhe ta përfundoj këtë, dhe krahasuar me objektivin që ne kemi, dhe objektivi tonë është të jemi nesër në fund të kësaj legjislature me të drejtat plota si antar të BE-s, kjo çdon goxha shumë si e tillë.
Megjithatë, dua kaloj te Ergysi. Mërtiri, si e ke parë këtë raport? Pritës së vërtetës fshikullonte dhe të majtën dhe të djathën, diku te administrata patjetër kritika më e madhe shkon ndaj maggjorancës, por nuk është se është pa kritike dhe opozita. Raporti për mua është pak a shumë i ngjashëm i përafërt me raportet më parshme, nuk është se tregon ndonjë gjë më shumë. Problemi është që pritshmëritë politike këtu janë ngritur shumë dhe këtu raporti është vendosur, pra mbi raporti është vendosur një bast politik i rëndësishëm, bast i cili e ka ngritur zoti Berisha. Sipas këtij basti, duhet që ky raport të rrëzojë një nga dy personat, ose të rrëzojë Edi Ramën, pra të çojë Edi Ramën në shtëpi ose të çojë pastaj në shtëpi Sali Berishën. Pse duhet bërë kjo? Sepse zoti Berisha thotë që raporti pra ka treguar atë që ai ka thënë gjatë gjithë kësaj kohe, që kemi të bëjmë një farsë politike, që do të thotë zgjedhjet nuk duhet të njihen. Dhe nëse raporti nuk i njeh zgjedhjet, sigurisht që duhet shkojë në shtëpi Edi Rama. Nëse pastaj raporti i njeh zgjedhjet, por sigurisht evidenton problematik, kjo pastaj është tregon që zgjedhjet ishin të pranueshme, duhet shkojë në shtëpi Sali Berisha, sepse Sali Berisha ka në statut që nëse humbet zgjedhjet, ai duhet largohet. Pra pyetja që duhet shtrohet, ky raport thotë që zgjedhjet ishin fars apo jo, zgjedhjet ishin të tilla që Berisha i humbi apo ja vodhën Berishës rezultatin. Tani atë çfarë thot raporti për te perceptime që mund të ketë gjithkush, na thotë që zgjedhjet Berisha i humbi pavarësisht se Rama futi duar në zgjedhje, vodhi, krijoi një situatë jo themi konkurruese, pra të pabarabartë dhe me shumë probleme. Pra pyetja që ndrohet, problemet të cilat u shfaqën zgjedhjet sipas raportit ishin të tilla të cilat përmbysin rezultatin? Nga gjithçka që thuhet aty nuk duket e tillë, pavarësisht se shumë ndërhyrje në këto zgjedhje janë vepra penale për të cilat sigurisht gjithkush që i ka bërë duhet mbajë përgjegjësi. Në këtë kuptim unë mendoj që duke llogaritur edhe diferencën e thellë që zoti Berisha ka me zotin Rama, pra domethënë nëse në 2021-shin ndaj cilëve zgjedhjet ishin të ngjashme, diferenca ishte rreth 35.000 vota, po të llogarisim edhe LSI-n që ishte në krah të Partisë Demokratike. Në 2025-ën, po të llogarisim votat pa votën e emigrantëve, diferenca është 250.000 vota. Që thotë, në këto 250.000 vota, çfarëdo probleme që janë evidentuar aty nuk e përjashtojnë dot faktin që Berisha gjithsesi ka humbur këto zgjedhje. Dhe Berisha edhe me këtë raport duhet të shkojë në shtëpi. Berisha do kishte shansin që të mund të vërtetonte atë që thotë vetëm nëse raporti thoshte që zgjedhjet u manipuluan dhe rezultati është i papranueshëm. Këtë gjë raporti nuk na e thotë, kështu që efekti politik duhet të jetë vetëm largimi i zotit Berisha. Berisha i do largohet dhe do përpiqet të prodhojë. Nuk është fare në raport. Unë e kam parë disa herë. Thjesht pjesa më delikate është përdorimi i burimeve të administratës, me sa e kam parë unë. Po, Mërtiri, ndjes. Jo, dakor, pra të gjitha evidentohet, pra aty janë shumë të vërteta, ka probleme shumë të mëdha. Për shembull, përdorimi i administratës për zgjedhje është problem shumë i madh. Sigurisht që krijon mosbarazi në zgjedhje. Ku diun, faljet e gjobave, rritje pensionesh, ku diun, kështu efekte tek pensionistët, e një gjëra janë sigurisht problematike dhe të tmerrshme, por këto kanë qenë gjithmonë. Zgjedhjet tona kurrë nuk kanë qenë ndonjëherë në nivelin për tu vlerësuar. Nga ana tjetër, sigurisht, ka një gjë shumë herë më të madhe, shumë problematike, të cilën raporti evidenton pak, nuk e merr shumë konsiderat sepse nuk gjen dot fakte, se është e vështirë gjesh fakte, por këtë që është blerja e votës dhe përfshirja e grupeve kriminale në zgjedhje. Ktu besoj është thelbi i problematikës për zgjedhjet dhe këtu mendoj është duhet të ndalemi gjëra gjatë. Megjithatë, gjitha këto nuk përmenden në raport në nivel të tillë saqë të thuhet se rezultati u ndryshua për shkak të këtyre problemeve. Dhe përpasoj, Berisha duhet të mbajë fjalë, duhet të zbatojë statutin e vet dhe duhet të shkojë në shtëpi. Këtë mendoj se është efekti politik i statutit. Berisha ka paremëruar protesta sot. Madje protesta në Paris, në Londër, Washington, pra përtej Shqipërisë. Po, protestat zoti Berisha i bën siç i ka bërë gjithmonë këto kohët e fundit. I ka bërë jo për të mundur Edi Ramën, jo për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve, sepse e di shumë mirë që këto gjëra nuk do të ndodhin, por ai bën për të mbijetuar vetë. Pra, duke qenë se në partinë e tij ka tronditje dhe pakënaqësi të thellë, ai përpiqet tashmë që të bëjë protesta për të penguar zëra kritik që mund të lindin, të cilët do të kërkojnë zbatimin e statutit,
por edhe nga ana tjetër që të filloj të karikoj njerëzit e tij që të mos largohen me idenë se ne do mundim Ramën, ne do protestojmë, ne do bëjmë revolucion, ne do ndezim Shqipërinë për të kërkuar drejtën tonë etj etj. Këto janë thjesht veprime të dëshpëruara të një politike e cila nuk ka asnjë shans që realisht në mënyrë institucionale me zgjedhje, me mjete politike reale të vinë pushtet. Dhe për shkak se nuk vjen dot pushtet, prodhon politikë jashtë suazit politike, pra prodhon lëvizje të cilat do ta fusin akoma dhe më shumë në kompleks, sepse gjithmonë më pak njerëz do shkojnë të vinë dhe thjesht do kompleksoj vetveten, do futet në ngërç për cilit është vështirë të dalë. Zoti Kume, për të kthyer te raporti, sepse dua ta bëj sa më të thjesht diskutimin edhe për opinionin publik. Cilat janë kritikat kryesore që i bëhen të gjitha partive politike që merren me procesin? Lavdrohet KQZ-ja për hir të së vërtetës, u lavdrua votet diasporës për hir të së vërtetës. U konsideruar proceset të cilat kanë ndodhur në përputhje me atë që ka parashikuar. E quajtur profesionale etj. Administrimi i procesit. Çfarë nuk shkon me zgjedhjet sipas raportit? Sa më thjesht. Pra, ajo që edhe ju e thatë pak më përpara, është shumë e dukshme. Këmbgulja ose nënvizimi i faktit që këtu janë përdorur mundësi që nuk duhet të përdorur, siç është përdorimi i administratës së zgjedhore. Shitblerja e votës nuk është thënë vërtet, por edhe në të mëparshmet nuk ka qenë e deklaruar prej tyre si një fenomen i vëzhguar, por më shumë i dëgjuar, dhe në raportet e parafundit po të fundit, ata kanë thënë që e kanë konsideruar si një ndër problemet që duhet trajtuar në kuadër të rekomandimeve të tyre, ndër rekomandimet kryesore. Kurse kësaj radhe nuk flasim për një gjë të tillë, po kjo do të thotë që ky fenomen nuk është. Shiko, ka një problem në qëndrimin që bëhet ndaj asaj se çfarë prodhon raporti dhe si sillemi ne. Klasa politike dhe shoqëria ndaj asaj çfarë thon vëzhguesit të cilët janë arbitrit që ne i kemi pranuar të na gjykojnë për atë se sa dhe si neve sillemi në një proces zgjedhor, duke ju referuar gjithmonë standardeve, sa i plotësojmë këto standardet. Asnjëherë mos presim që do të ishin ndërkombëtarët ata të cilët do të bëjnë një vlerësim të tillë, të pranohet apo mos pranohet procesi zgjedhor. Asnjëherë nuk e kanë thënë dhe s'kam pse ta thonë. Por Martiri ka të drejtë, zoti Berisha ngriti shumë në opinion publik që shikoj. Mos është një parti politike që e ngatrojnë opinionin. Po, zoti Berisha tha kështu se ashtu i mos e ngatrojnë partitë politike këtë situatë. Ashtu i vjen përmbar që ta thotë, kurse ose Beodiri se ka thënë asnjëherë. Se ka thënë në këtë raport. Një gjë të tillë. Po unë po them që ose Beodiri nuk ka thënë në asnjë raport një gjë të tillë, s'ka pse ta thotë. Ai ka pranuar, pra ndërkombëtarë që na kanë vëzhguar, kanë pranuar rezultatet e zgjedhjeve të 97-s, nëse ju kujtohet. Kam pranuar zgjedhjet e 2019-s, që nuk ishin votime dhe nuk janë zgjedhje, po ti referohesh asaj se ç'do të thotë të zgjedhësh në kuptimin e një procesi demokratik. Ajo që është e pritshme për palët është natyrisht ta lexojnë secila sipas interesit të saj, mazhoranca lexon tek raporti atë që intereson për të thënë që ka arritur rezultate, jo vetëm rezultate në proces, në produkt, por edhe rezultate në zhvillimin e procesit, kurse opozita thot aty që thot që mos sa pranoj fare këtë rezultat. Është qëndrim politik, është në të drejtën e saj ta thot një gjë. Se sa ngjit pasaj kjo, se sa është tjetër gjë. Po të jenë të zot dhe po që se arrin dot që të bëjmë bashkë dhe të mund të ngjizin atë që duan me këtë deklaratë që bëjnë, gjithçka është fusha është e hapur apo e lojës. Por asnjëherë nuk do të presim nga ose Beodiri nga raporti i tij që të gjejmë atje argumenta për të thënë që ishte procesi zgjedhor i papranueshëm. Ishte një farsë, sepse ka ca rregulla të deklaruara prej tyre kur një proces zgjedhor mund të quhet farsë ose i papranueshëm me rezultat të papranueshëm. Atëherë kur procesi ka vuajtur nga manipulimi sistematik i rezultatit, kur procesi ka vuajtur nga mashtrime masive që janë bërë zgjedhësve, kur procesi është zhvilluar në mungesën totale të konkurrencës midis palëve, kështu me radhë. Pra duhet jenë këto të argumentuara, të provuara që të mund të shpihen pastaj në përfundimin që është i tillë apo jo. Opozita, në funksion të qëndrimit të saj politik ndaj produktit dhe asaj që ka ndodhur në këtë proces zgjedhor, bëri diçka që ishte mundur që ta tregonte një gjë të tillë. Kujtoj ankimet e saj në administratën zgjedhore,
Rinumërimi që bë. Jo rinumërimi, jo, ato mos pranimi e rezultatit. Mos pranimi e rezultatit është një ndër arsyet e rëndësishme në qoftë se do të ndodhte që mos pranohet për ta quajtur fars procesin zgjedhor. Të thuash që ky proces zgjedhor është fars megjithëse rezultatet nuk goditen si të tilla, sepse kush i goditi rezultatet? Nuk i goditi ai që u ankua. Apo që ishin apo s'ishin. Por vendimi i atyre që ligji ton, legjislacioni ton, ja u ka dhënë drejtën ta bëjë këtë, që është kasi dhe kolegji zgjedhor. Kasi dhe kolegji zgjedhor dhe po ta shikosh pastaj edhe qëndrimin e OSBE-Odirit ndaj tyre, që e vlerëson punën e tyre dhe puna e tyre kush është? Ata kanë marrë vendimin se nuk kemi patur një proces zgjedhor me manipulim sistematik të rezultatit. Pra, po që se e lexon me vëmendje atë çka thot OSBE-Odiri, është e zorshme ose pothuajse në ekstrem e pamundur, po që se do jesh, jo sjellë të kesh vetëm sjellje politike, gjë tjetër sjellja politike, për të provuar duke përdorur si provë atë çka deklarojnë ndërkombëtarët se ky proces zgjedhor është fars. Jo, vazhdo dhe këmbgul që është fars në funksion të interesit tënd politik të ardhshëm, po dhe që konvenon për mua, konvergjon në të njëjtën sipas mendimit dhe vlerësimit tim, konvergjon dhe me interesin çik më shumë se sa interesi politik apo. Sepse ne jemi një vend i cili vetëm për faktin që nuk arriti kjo klasë politike, nuk arriti dot që të zhvillojë procese zgjedhore, që të kalonim nga një nivel që jemi sot të barabartë me atë që ka Maqedonia, atë që ka Malezi, pra me demokraci me të meta, apo demokraci në formë, po jo në përmbajtje, jo në funksionim të saj, ndërkohë që ne dim, siç e thash pak më parë, se çfarë kemi objektive për të realizuar, kjo është vërtet e domosdoshme që të trajtohet dhe të mundet të gjej opozita rrugë, instrumenta, për të realizuar atë që mbas të presim të gjithë. Por gjithsesi, profesor, ti themi gjëra si qanë, nuk duan partita heqin kontrollin e tyre nga zgjedhjet. Se janë ato që në fund të ditës si PD-ja, si PS-ja. Atëherë futemi tek ajo që rekomandojnë. Se ky është një nga rekomandimet e vjetra, dhe më shkurtimisht se jemi drejt fundit. E di se sa të vjetër shkruaj rekomandimave që në 2003 i përsëritur në çdo raport të tyre, apo që do të rrok kjo më duket sigurisht pjesa më delikate. Të drujt janë politike nda asaj që thon. Pra e përdorin shumë, por nuk i referohen për të bërë gjën më të mirë. Kërkohet që të heqin dorë nga heqja nga detyra e komisionerit pa dhënë asnjë shpjegim kur të duan partitë politike dhe këta nuk e kanë zbatuar asnjëherë. Ashtu sikurse e rëndësishme është ajo që ata thonë dhe nuk është pak ajo që thonë në atë që të shikohet rruga për të ndërtuar një administratë në zgjedhore që të jetë jashtë ndikimeve politike. Pra, një administratë që të mos jetë aty vetëm si rezultat i propozimit dhe mbështetjes partive politike. Partjake është gjë shumë e madhe dhe në qofse do ketë lëvizje në këtë drejtim siç ka kërkuar, ka përshtypjen edhe zoti Celibashi, që të jetë një ndër problemet që duhet të trajtohet, për mua duhet të jetë shumë më tepër se sa ajo që rekomandojnë ndërkombëtarët. Në rekomandimin e tyre tonë, nivelet 2 dhe 3, apo këto të shikohet që të mos jenë me si rezultat i vullnetave politike. Siç ndodhi me rinumërimin. Po, edhe unë jam që e gjithë piramida të rishikohet. Pra, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të rishikohet, ne kemi një Komision Qendror të Zgjedhjeve i cili është dukshëm, i lexueshëm lehtë për efektet politike që ka politika në të, dhe deri tek numëruesit. E gjitha kjo duhet bërë si e tillë të shohim se sa do ta bëjë. E gjitha kjo duhet bëhet, thot profesor Kume, por mërtiri duket e pamundur dhe me sa duket ky është një nga problemet më të rëndësishme të zgjedhjeve. Pra partitë politike ankohen për problematika, por ndërkohë janë ato vetë që merren me zgjedhjet. Më falë, Arbe, se më vjen zëri me shumë zhdurme dhe Mërtiri, e kisha këtu që një nga problemet kryesore që kanë zgjedhjet është administrimi nga partitë politike, procesi numërimit, ZAZ e tjerë. Por ndërkohë, është një rekomandim kryesor edhe në raportet e kaluara, por partitë politike qartazi nuk duan që ta heqin këtë kontroll që e kanë vetë si opozita, si majoranca. Ka një gjë, deri tani partitë politike nuk kanë besuar se do të ketë një administratë pavarur e cila do të menaxhojë zgjedhjet. Dhe në fakt edhe unë kam qenë në këtë ide që këtu është shumë vështirë që të gjesh njerëz vërtet të pavarur, njerëz të cilët nuk kompromentohen, nuk korruptohen. Në një vend shumë të korruptuar, duket që skema më efikase për të ruajtur hajdutët është të vendosësh disa hajdut tjerë për të ruajtur hajdutin. Pra skema hajduti ruan hajdutin. Megjithatë, duket se
Shpeshherë kjo skemë është problematike sepse hajdutët, të cilët janë në ruajtje të njëri tjetrit, shpeshherë bëjnë kompromise me njëri tjetrin për të vjedhur palë treta apo për të sajuar rezultate X në një zonë apo në një tjetër, dhe nga ana tjetër shpeshherë ata pengojnë procesin që të ecë si duhet. Për shembull, pati raste kur nuk dolën rezultate, për shembull, u vonuan rezultate ose ku diu. Megjithatë, unë them që ndoshta një administratë e pavarur, por e cila do ketë përgjegjësi ligjore, e cila do jetë në vëzhgim, në nënhetim, ndoshta kjo mund të sjellë përgjegjësi më shumë, sepse ka një lloj, themi, unë kam bindjen që një administratë e pavarur ka më shumë frikë prokurorin, ligjin, dikët apo ku diun institucionet hetimore, se sa një ose grupe militantësh të politizuar të cilët i mbron partia. Kështu që në këtë kuptim ndoshta është e vërtetë ajo që ndoshta një administratë e pavarur mund të sjellë rezultate më të mira, dhe këtë e pam dhe tek KQZ-ja. Duhet të themi që pavarësisht faktit që ndoshta unë s'jam dakord me shumë veprimet të KQZ-s, gjithsesi deri diku ka treguar një lloj lojaliteti dhe një lloj pavarësie nga palët. Kështu që ndoshta është vlen të shihet dhe mundësia për të depolitizuar administratën zgjedhore. Gjithsesi, gjitha themi problemet evidentuara janë të një natyre teknike dhe këtë duhet ta themi. Dhe rekomandimet që sjell në fund OSBE janë të një natyre gjithashtu teknike. Pretendimet e opozitës janë të një natyre politike dhe kërkohet diçka tjetër nga ajo çfarë na sjell raporti. Vetë fakti që raporti ofron rekomandime teknike dhe jo politike tregon që një farë mënyre zgjedhjet, rezultatin nuk e cënojnë pavarësisht problemeve që kanë. Mirë, erdha në fund mërtirit, kërkoj ndjes, po. Këtu ka dhe nga ky raport dalin dhe disa gjëra tjera, të cilën kanë bënë për shumë me mediat. Raporti për herë të parë evidenton një klasë mërtiri, se s'kam shumë kohë, të kërkoj ndjes, po. Të shtetit ku mediat janë një aktor i rëndësishëm. Për shembull, aty thuhet që mediat janë të lidhur me partinë pushtet nëpërmjet interesave, nëpërmjet se jam në limite. Mërtiri, të kërkoj ndjes, po duhet ta mbyll. E kemi shumë të ngushtë kohën. Falenderoj shumë. Kënaqësi që të kisha. Mërtirit falenderoj. Kënaqësi, profesor Kume, falenderit. Kënaqësi që të kisha. Ndërkohë të shikues, edhe në fund të temës së ditës për mbrëmjen e sotme, pas pak reklama, emisioni 3D nga Alban Dudushi, ndërsa bashkë do të takojmë përsëri ditën e hënë në orën 20.